kanë qenë kërkesat vazhdueshme të intelektualëve për drejtësi dhe për Republikë Kosovës. Ato ishin kërkesa. Tani, kthesa modhe, kur bëhet kthesa modhe? Sikurse në kohën e rilindjes kombëtare të vëllezërit Froshi, kur bëhet rilindja kombëtare përshërim nga Perëndria Osmane, ne kemi kthesën e madhe ose rilindjen kombëtare shqiptare në ish Jugosllavi për drejt suksesit, drejt avancimit të statusit të çështjes shqiptare, e themi që në vitin 1990, konkretisht unë mendoj që në vitin 1991, kur komiteti 1990, kur bëhet ai komiteti Unioni i Partive Politike Shqiptare, e cila ishte bërë në udhëheqjen e Ibrahim Rrugovës, dhe ku aty ishin shtruar tri pikat kryesore të asaj kohe, që ishte nëse Jugoslavia mbetet e tillë si është, duhet të jetë Kosova Republik me status të avancuar të shqiptarëve në Maqedoni dhe në Malzi, pra të ngritet në rang të statusit kombëtar, jo pakica kombëtare, por kombëtare. Pra i dim ato tri alternative, në qoftë se prishet kufit të brendshëm të Jugosllavisë, atëherë Republika Shqiptare në ish Jugosllavi ashtu është quajtur, dhe nëse prishet kufit të jashtëm të Jugosllavisë, atëherë kuptohet sikur se ata të më herët, atëherë kërkohet që të jetë unifikimi i tokave shqiptare, i kompozitës shqiptare, gjithsesi në një shtet unik. Pra, rikthesa madhe historike është kur veprohet në mënyrë masive, kur ajo ideja është mundësi për të vepruar në mënyrë masive dhe ballafaqohet në mënyrë masive, dhe nga viti 1990 themi kemi rilindjen për shtet të pavarur të Kosovës, gjithsesi për Republikën e Kosovës, si cila rezulton do të thotë me vetësinë e saj në vitin 2008. Edhe këto janë ato faza se është pika kthese. Kuptohet në këtë proces, pastaj është edhe lufta çlirimtare si pika më kulminante e kësaj rrjedhe historike. Lufta çlirimtare e Kosovës, e cila rezultoi edhe me pavarësinë që tha edhe më drejt qershore për ne është dita më e rëndësishme historike, le të themi prej pavarësisë së Shqipërisë apo prej një date tjetër të rëndësishme historike, pra qershori i vitit 1999 është dita e rëndësishme veçantë. Malum. Zëni Mustafa, shpjegoj një gjë të mirë që unë kam qef të fjalëshin më ia dhon hakun si duhet, në kuptimin e ridiskutimit të çështjes së përdorimit të shprehjes institucione paralele. Republika e Kosovës ose Kosova në mënyrën jo në koordinim, pra